Jemi rikthyer në studio me ata Sherxhin që po bënin zhurmë pak minuta më parë. Po, të shikojmë apo bëjnë tani. Se po flisnin për politikën dhe sa herë në studio ne diskutojmë për politikën, por kjo studio nuk diskuton politikat që diskutojnë studiot e tjera. Ne këtu do të flasim për vendimin e qeverisë sonte, si jo sonte. Jo ai Tritoli, ajo që u ritën rroga minimale. E dëgjuat të Tritolin e farkët, e dëgjuat, po prisë të flasim këto ditë. Po. Si vendosi qeveria njerë? Po, një shpejt shumë. 500 euro rroga minimale. Po. Tani këtë do diskutojmë. Pensionet, rritje me aq lek, me kaq lek, me aq lek. Kuj gjeti lekët njerë? Mos janë këto lejet e ndërtimit, se janë paguar taksa janë paguar taksa e lejeve ndërtimit, është paguar, po lejet skandal, po vëndet ku do bëhen kullat skandal, ky është problemi. Do ikim, maruam në zgjidhje. Me të ftuar të mrekullueshëm, është me ne Iliriana Kuçana, faleminderit që jeni në emisionin Bardhazi. Si gjithmonë. Ergi Sefa, një ekspert i shkëlqyer i grupit Altax, po më shumë se kaq, një njeri që njeh ligjin, ekonominë dhe shumë gjëra tjera. Në studion ton, pas një mungese të pa justifikuar, Afrim Osmani ka bërë shumë gabim që ka munguar. Është ndier mungesa e tij në studio. Por e kemi zvendosur ne në një farë mënyre, domethënë me ato tonat. Dhe Mirgit Bataj. Mirgit një figurë emergjente në Partinë Socialiste. Për çfarë po ziheshit, hë? Një figurë e bukur në Partinë Socialiste, na falni u tjerë. Për çfarë po ziheshit? Po ja po diskutonim parim për çështjen e pensioneve dhe rritjen e rrogave. Po më thashë të diskutonin. Çfarë kundërshtimi ke me vendimin që mori kryeministri? Unë s'kam asnjë kundërshtim. Po si të kesh kundërshtim ti? Po ti. Jo, nuk është çështja vetëm. Sa kemi kundërshtim. Ai është një lajm më mirë. Kundërshtim. Kjo do bëhet taksative edhe për biznesin, ku e ka drejtën kryeministri ta vendosi për biznesin? Unë s'kam mundësinë vëlla. Hiç më asgjë, vetëm kushtetuta, s'ka problem. Po unë se kam mundësinë që ta rris këtë pagën. Nuk e kam mundësinë ta bëj. Unë. Po e kishte një safar gjende për biznes. Do ta mbështesta. Nuk s'pyet. Ai është mbreti. Nuk pyet mbreti e ke mundësinë. Po ju opozita ç'a bëni ju Gjergini ka për kam? Ç'a bëni ju? Ç'a bëni ju? Ku jeni ju? Është e vërtetë që debati me Mirgitin filloi para se të hyjmë në këtë studio. Unë realisht e kisha menduar që do ta fillonim këtu. Po s'ka se dëgjuam ne. Po, filloi debati sepse ajo çka po diskutonin me Mirgitin, Mirgiti normalisht me shumë të drejtë e quan një vendim të drejtë, patjetër si vendim të drejtë e quajmë edhe ne, po shumë i vonuar. Edhe, po, patjetër që shumë i vonuar, edhe kur mendoj tashi për 200 euroshin, se si do ta shpenzojnë pensionistët, pyetja pra minimalja 200 euro dhe maksimalja 400 euro, them si do t'i mesatarja 400 euro. Të lutem, si do t'i shpenzojnë pensionistët? Si do t'i shpenzojnë pensionistët? Pra, ta mendosh që vite më përpara, me 100 euro futeshën në supermarket dhe dili me 2 qese, sot del vetëm 1 qese. Pra rritja çmimeve të ushqimeve dhe shportës ushqimeve është një rritje që ka vazhduar. Çmimi i energjisë elektrike, regjia që jemi në ndeshje, vazhdo ndeshja. Ti duhet matesh edhe me faktin dhe me mënyrën se si ti reagon. Si kush duhet matet? Matet reagimi, pra një performancë e qeverisë matet edhe me mënyrën se si reagon. Pra rrita merr masa, sepse nuk duhet shikohet Iliriana, shikon vetëm kontekstin e rritjes së pensionit dhe masës cilet pensionistët tani... Iliriana shikon pensionistët që se mbyllin dot muaj. Iliriana shikon që me pensionin që kjo qeveri ju ka dhënë... Ti nuk shikon dhe me sa i laqë... Po të lutem, po kjo është një rritje që sharake, kjo është një tallje për shqiptarët. Ne do të jemi shumë serioz. Kjo është një tallje. Me rritjen kjo është një tallje e madhe. Nuk dohet shaka dhe nuk duhet që është tallje me një hap i cili dhe me një vendim i cili ndikon edhe në drejt për drejtë se me ndërshmërinë që keni ju si individ keni shumë të drejtë që flisni. Por duhet të flasim që paratë e kullave me të drejtuesja e emisionit tha në fillim, paratë e kullave, patjetër dhe paratë e krimit organizuar kanë bërë që në këtë vend ekonomia, pensionet, keni problem shumë të madh. Ideja, shikoj, ideja është kjo që me që pas kemi përfaqësues partisë, ideja është që nuk harxhohet as 1 minutë kohë për të thënë si, po të gjithë hidhen me vrape dhe thonë mirë. Ideja është që është shumë mirë, pse çat keqe ka nëse në parim, më fal një sekond, nëse në parim rritet rroga minimale, rritet pensionet. Problemi është si do bëhet kjo gjë.
a janë pyetur bizneset? 2, denë qama, tha një gjë shumë... Tha një gjë... A pyetje bëra, a u konsultua me biznesin? Se një biznesmen nëse se ka mundin të bëjë... Dhe përveç saj... Se ka shqim punonjës. Dhe përveç saj, si do të bëjmë? Si do të bëjmë këtë gjë? Ku do të gjej këtë para? Dhe tjetra... Qeveria po biznesmen... Jo, po shiko, se këtu ka një... Profesor, performancë ekonomike. Këtu ka një... Regulli kësaj studio është e heqim telefonin, se jemi live, në respekt të shikuesve. Dhe profesori heq telefonin nga tavolinë. Bravo. Ideja është... Se është regulli bardazi. Shiko, ideja është kjo që... Shikori, doktori? Pyetje? Mendoj që doktori do ketë zhvillime të tjera. Muaj dhjetor besoj se do keni zhvillime të tjera. Qa do bëhet doktori kryeministri? Po do vim, flasim në këtë studio. Unë sa herë flas në këtë studio ka zhvillime. Që kemi bërë si një muz për ju. Që do ketë zhvillime, po ju siguroj. Po, për t'ja lënë pjesën e politikës, 2 përfaqësuesë politikë, deri diku dakord me profesorin, po deri diku edhe jo dakord. Padyshim që biznesi duhet konsultuar. Nuk ka diskutim kjo pjesë, është diçka që nuk është bërë konsultimi. Në mos ndirin tim është bërë pjesë. Pra, fatkeqësisht bëhet me fokus grupe, me grupe interesit sektora. E dyta, po bëhet për të rritur vlerën e sigurimeve, për qa bëhet? Kjo bëhet një për të rritur fondin e pensionit, vlerën e sigurime, për të rritur të ardhurat në fondin e pensionit, të ardhurat e disponueshme, që të mos të hyjmë pjesës teknike. Ska, po. Jo më ka, thjesht dështohen. Po pra po, ska mjaftueshëm. Dhe dyta, bëhet, ka dhe një efekt në ekonominë politike, sepse i jep një mundësi pak më shumë qytetarëve që të kenë një pjesë konsumit të shtuar çdo muaj. Barrën, koston, e mban bizneset. Tash kjo balanca ndërmjet konsumatorit final qytetarit që do ketë minimumi 100.000 lekë më shumë, që janë rreth 370.000 diçka. Nuk janë pak, më janë 300.000 familje. Pse thua pjesërisht, nuk është bërë më konsum. Unë dje isha me 2 nga... Të fillojmë, profesor? Jo, një sekund, të lutem, se the që është bërë konsultime, këtu që ndronë një nga arrogancat në mbaja, që nuk pyeten fare grupet e interesit. Dhe, unë jam i mendimit që nuk është puna si ti pyesin dhe të bëjnë si shton biznese. Me kekun, Këshilli Ekonomik Kombëtar është bërë, me dhomat e industrisë është bërë. Ja, nuk janë ftuar fare në tavolinë, bizneset janë të irrituara shumë. Si mundet të vendosësh ti për rrogën minimale, në qoftë se biznesi nuk shprehet? Është interes kombëtar. Po kjo pra është interes më i madh se sa interesi. Jo, tash mos ta shkallojmë interesin e biznesit. Shiko, kryeministri hodhi një salvagjente, pra që mu duk që ne do ta, në fakt, qasja që bëri, si që bën gjithmonë, e bëri të bukur, tha ne do të bëjmë 500 euro dhe ne do të subvencionojmë, kjo është ideja, dhe ne do të mbështesim. Pra ne do mbështesim atje ku nuk realizohet. Jo, do mbështesim... Pjesë në sigurim shëqërore, pjesë në sigurim... Po, do mbështesim biznesin mua. E fa qartë, do mbështesim... Rritja do jetë graduale. Problemin që kam unë është si, sepse gjithë debati precipiton, sikur këtu janë 100 lekë në tavolin, dhe të marim një dhjeqe, t'ja japim këti apo t'ja japim këti. Më falë, a i ka vendosur, për mendimin tim... Por cila është arsyeja? Ja, ta themun kush arsyeja. Arsyeja është kjo, sepse as kujt nuk da kështë pritur mëndja që 12 vjetë qeverisje, ti mos mendosh për lëvizjen e parë që duhet bënda i për skemën e pensioneve. Pra, dhe unë këtu duhet dalë, aja asgjë s'ka bërë për SIA më, për skemën e pensioneve. U bënje në 2015. Dhe nuk u bërë asgjë. Dhe nuk u bërë asgjë. Në tim, probleme madhë ka qenë informaliteti. Pra edhe nëse ne e logarisim, pra edhe skema është e mbushur, skema ndihmës ekonomike, me qenë se jam dhe kësaj fushë. Pra ke njerëz cilët janë skemën ekonomike, por në tjetër ko bëjnë një punë tjetër në informalitet. Pra, edhe lufta ndaj informalitetit ka dhënë ndikimin e vetë dhe impaktin e vetë pra në derdhjen e kontributeve. Dhe për këtë arsye, pra 2 mund të jenë burimet. Po mos e thy mas 12 vitesh këtu. Mos e thy mas 12 vitesh. Ka qenë luftë permanente. Absolutisht e di. Kam shumë qartë. Nuk besoj për Partinë Socialiste, por unë po jap mendimin tim dhe duke qenë se jo. Po themi ata për mos ta thon mas 12 vitesh. Po pra, unë po them këndvështrimin tim dhe në këndvështrimin tim duke qenë se unë jam marrë me shërbimet sociale dhe me grupet saktuar të cilët kanë qenë pjesë e skemës së ndihmës ekonomike. Dhe një pjesë mirë në këndvështrimin tim ka qenë fryrje ndihma ekonomike pra në nivelin e bashkive, sepse siç e përmenda, një pjesë e njerëzve krahas ndihmës ekonomike të cilët e merrnin, në të njëjtën kohë punonin në mënyrë informale.
Pra edhe biznesi dhe rritja luftës ndaj informalitetit. Duke formalizuar. Ka akoma për. Sekond se këtu, se shiko, gjithmonë precipiton biseda, ke pjesë se si ta merremetojmë, më falë, të shpreh sepse unë këtu e kam gjithë qasjen time, jo vetëm. Pra, jo thjesht se si ta merremetojmë dhe si të marrim 10 lekë këtu dhe t'i hedhim këtu, ose si ta administrojmë më mirë. Ideja është që po flisja për shtyllat, për 3 shtyllat kryesore që ka reforma e pensionit. Rritja kontributore. Një sekund. Maqedonia e ka bërë në 2005 dhe sot Maqedonia e ka shumë më të lartë se ne, duke mos qenë ekonomikisht. Pse? Se veproi në shtyllën e 2 të pensionit dhe mund të shkojë në shtyllën e 3. Në lidhje me këtë çfarë është bërë? Pra, pensionistëve ju hiqet, krijohet një ardhur dhe ju jepet shumë mirë, shkëlqyer. Problemi është që si do ecet për para dhe si do bëhet të funksionoj kjo skemë. Është ndryshimi skemës, në bazuke studimit Bankës Botërore, është ke plani akteve këtë vit qeverisë, pra diku në majnë qershor ke plan analitik i akteve. Jo, në buxhete, po flasim për ndryshimin e ligjit pensioneve. Çfarë skeme funksionoj? Që do pakte nga